Sipas informacionit të marrë nga Instituti Gjeoshkencës dhe Shërbimit Meteorologjik Ushtarak në qarkun e Vlorës, në këto 2 ditët e fundit janë shënuar reshje mesatare deri lokalisht masive. Institucionet kanë kaluar në gatishmëri të plot pasi sipas informacionit shtrëngata dhe intensiteti i lartë i reshjeve për momente të shkurtra mund të krijojnë probleme të ndryshme, si dhe vërshime të ujit në zonat urbane, në varësi të sistemit të kanalizimeve në disa qarqe përfshi edhe Vlorën. Drejtoria e Emergjencave Civile ka kërkuar rritjen e gatishmërisë së strukturave të sistemit të mbrojtjes civile, si dhe institucioneve që kanë administrimi hidrovorët, rezervuarët, infrastrukturën rrugore, furnizimin me energji elektrike, furnizimin me ujë, monitorimin e nivelit të lumenjve dhe çdo strukturë tjetër që është në funksion të menaxhimit të emergjencave civile. Në këtë kuadër është mbajtur në kontroll nga institucionet, por edhe ushtria hidrovori i qytetit, pompat e të cilit kanë dalë jashtë funksionit, ndërsa tashmë kanë ardhur disa pompa të tjera ndihmëse që do të shërbejnë për lehtësimin e qarkullimit të ujrave të qytetit drejt hidrovorit. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të njëjtë sjellin situatën e hidrovorit. Në fakt, nga reshjet e fundit të shiut, prurjet kanë qenë normale, por gjithashtu edhe më të larta se ditët e tjera, ndaj pompat e emergjencave civile dhe ushtrisë kanë funksionuar me kapacitet. Po ashtu, është realizuar edhe pastrimi i basenit të hidrovorit, sikundur po ndiqni edhe nga pamjet në ekran, pasi mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve vijojnë të jenë problematike. Emergjencat civile në bashkëpunim me ushtrinë, por edhe me institucionet vendore, po punojnë për riparimin dhe kthimin në funksion të pompave të hidrovorit sa më shpejt jetë e mundur, ndërsa derisa të kthehen në normalitet, ushtria me mjetet e saj dhe forcat njerëzore do të jetë pranë hidrovorit të qytetit për të kaluar çdo situatë të mundshme që mund të sjellin rreshjet me intensitet të shiut.